Dy zyrtarë të cilët nuk kanë qenë vendin e ngjarjes janë ndaluar në polici nga dje diku pas dite. Ekzistojnë në dëshmi për këtë çështje, kështu që po ashtu duhet të shprehim indignatin e tillë si institucion për emër të qytetarëve të Komunës Skënderajt për prezencën e brendshme të një mase policore të jashtëzakonshme që ka qenë në Skënderaj deri në diku pas mesnote, sepse një gjë e tillë konsiderojmë që është krejtësisht e panevojshme. Dhe deri në ora 4 kam qenë në kontakt me komandantin e stacionit të policisë dhe i kam shprehur dëshmërinë që ty përgjigjem në intervistës në rast se është nevoja. Komandanti më ka njoftuar sepse rastin e ka marrë nga niveli qendror, pra nga Prishtina, dhe janë në procedurë të intervistimit një pjesë e dëshmitarëve, pastaj kurdo që të ka nevojë në kontakt. Përndryshe, ftesë zyrtare kanë në një moment kur po folim në kemi si institucion, jemi duke pritur në moment që do të kemi ftesë zyrtare, sigurisht që zoti Lështaku do të përgjigjet. Qysh ka përgjigjet? A ka dalë zoti Lështaku sot punë, zoti Nura? Sot ka dalë punë, jemi në aktivitetet nevojshme.